Më 12 tetor 2025 nis zbatimi sistemi hyrjeve dhe daljeve, një mekanizëm i ri digital kufitar që do të zvendësoj vullat manuale të pasaportës me regjistrim elektronik në kufijtë e jashtëm të 29 vendeve europiane. Schengen Visa Info ka publikuar se çfarë do të ndryshojë për shtetasit që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian, ku përfshihen dhe ata shqiptar. Ajo sqaron se për udhëtarët jo të BE-s, ky sistem i ri do të thotë marrje shenja të gishtave, fotografi dhe kohë më të gjatë për punimi gjatë hyrjes dhe daljes. EES do të mbledh disa informacione si imazhi i fytyrës, gjurmët e gishtave, të dhënat biometrike të pasaportës, data dhe vendodhja e hyrjes dhe daljes. Të dhënat do të ruhen për 3 vite ose 5 nëse të kaloni afatin e lejuar të qëndrimit. Zbatimi do të jetë gradual. Vendet anëtare kanë afat deri më 10 prill 2026 për të zbatuar plotësisht sistemin. Deri atëherë, në disa pika kufitare do të përdoren EES, ndërsa në të tjera do të vazhdohet me vullat tradicionale në pasaportë. Sistemi i hyrje dhe daljeve do të zbatohet në 29 shtete europiane, duke përfshirë të 25 vendet anëtare të BE-s. Jashtë këtij sistemi mbetet Irlanda dhe Çiproja, të cilat do të vazhdojnë të përdorin vullat e pasaportës.